Investimi në Zvërnec dhe protesta qytetare që po zgjasin prej 3 javësh kanë qenë në qendër të fjalës së kryeministrit Edi Rama gjatë mbledhjes së zgjeruar parlamentare të zhvilluar në Pallatin e Brigadave. Para deputetëve dhe kabinetit qeveritar, Rama ka qenë i prerë duke deklaruar se nuk e mendon ndërheqjen dhe se sipas tij do të vijojë të respektojë kontratën me qytetarët. Një qeveri nuk e dorëzon kur timonin tek zhurma. Një grup udhëheqës nuk i jepet zhurmës. Dhe sa më shumë zhurma zmadhohet, aq më shumë një grup udhëheqës forcon identitetin e vet duke bashkuar të gjithë në emër të destinacionit. Dhe nuk çohet deri në fund një mision historik si ky që na ra ne, nëse qeveria e tij, grupi i udhëheqës merr drejtim nga frynera. Rama ka theksuar gjithashtu se vendi nuk mund të qeveriset përmes algoritmeve, të cilat sipas tij po e deformojnë realitetin publik dhe po e kthejnë Shqipërinë në syrin e një ciklopi digjital. Të dashur, është që ne të refuzojmë të ndjekim çdo dallë. Është që ne të qeverisim Shqipërinë sipas kontratës që kemi me popullin shqiptar dhe jo sipas algoritmit. Të bëjmë atë që është shumë e vështirë në fakt, por që është vetëm ajo që ne mund të bëjmë. Të vazhdojmë përpara. Të vazhdojmë të dëgjojmë, patjetër të dëgjojmë. Askush nuk mund ta thotë unë jo, që nuk ka shumë të vërteta në ato që thuan, lidhur me çfarë nuk shkon, lidhur me çfarë duhet bërë më mirë, lidhur me si njerëzit duhet shërbehen më mirë, etj. Por zgjedhja jonë është e detyruar. Nuk është një zgjedhje që është njëra nga disa. Zgjedhja jonë është të bëjmë çmos që njerëzve t'ju japim lajmin e mirë. Cili është lajmi? Jo propaganda, lajmin e mirë. Ai ka shtuar se vëmendja ndërkombëtare ndaj vendit nuk lidhet me shqetësimet për protestat, por me përfshirjen e Kushnerit, dhëntrit të presidentit amerikan Donald Trump. Bota nuk u zgjua prej fatit nartës o prej emrit të Jared Kushnerit dhe sigurisht prej hijes së vjerrit tij, të cilin e urrem për vdekje krejt armata globale online që kujtoi se gjeti në bulevardin e Tiranës Waterloon e Donald Trump. Dhe si në një film science fiction, bulevardi përputhi atë armatë të frikshme me krejt armatën e urrejtësve shqiptar, off dhe online. Jo ndaj Donald Trumpit, por natyrisht ndaj meje dhe ndaj jush. Kryeministri ka hedhur poshtë gjithashtu akuzat e opozitës se ka qenë i përfshirë në udhëtime apo takime në Aruba, duke i cilësuar si të pavërteta dhe politike. Çfarë vlerë ka që unë them nuk kam qenë kurrë në Aruba, nuk e di fare për çfarë bëhet fjalë se ka ndodhur në Aruba, nuk kam dërguar kurrë njeri të shkojë në Aruba, s'ka si vlerë. Në fjalën e tij, Rama ka dhënë një përgjigje edhe për kritikët që vijnë nga brenda rradhëve të mazhorancës. Në një prurje që nxori në bregun e gjithë atij oqeani virtual, deri te dhëmb të atyre që e kaluruan këtë parti, sa mundën. Dhe kuran nga Kali filluan të gjuajnë me këpucët e blera në shopingjet Majkali. Befas Zvërneci u bë kërthiza e botës. Ai ka komentuar me ironi dhe kërkesat për një Shqipëri të re, përfshirë edhe debatet që vijnë nga grupi parlamentar. Dhe kam parë që ka edhe shpirtrat humbur këtu që në familjen tonë politike që duan një Shqipëri të re. Fair enough. Mezi pres që të na sjellin draftin e Shqipërisë së re, të shkruar. Dhe patjetër jemi gati të bëjmë një marrëveshje të re për një Shqipëri të re. Po kam frikë se drafti nuk do vi kurrë. Në përmbytje, Rama ka pranuar se rruga përpara është e vështirë, por ka theksuar se misioni i qeverisë mbetet i pandryshuar dhe do të vijojë deri në fund të mandatit. Prandaj Shqipëria është e gjitha sot në duart tona, jo në këmbët e atyre që bëjnë xhiro. Nuk është një hashtag Shqipëria. Shqipëria nuk është një flamingo që merret zvarr për të dukur bukur. Shqipëria është një vend që sot është në një luftë të madhe me vetveten dhe Bashkimi Evropian është i taka jonë. Le të këndojnë sirena dhe atë punë kanë, ne kemi një punë tjetër. Unë bashkë me ju. Ne kemi detyrë ta çojmë Shqipërinë tek ai breg me çdo kusht.